ato, pra ai aspekti i sigurisë që është tepër me rëndësi, dominon ende, kurse kjo qasja fatkeqësisht ende agresive, nuk është diçka e re Gonxhe, është ajo që është e përsëritur, por ja që duhet të respektojnë ligjet e Republikës Kosovës. Po për ato u tha që është takim urgjent, a ka diçka urgjente për me u diskutu nga palët serbe ka shikëryre çështjeve sidomos arseme dhe shëndetësi? Ashtu siç filloi nderuar Enis, me ato çka unë pash prej mediave të hapura ose ajo qetësia totale në qytet, ashtu siç filloi qetë, ajo edhe mbaroi qetë. Nuk pat diçka asgjë urgjente, u diskutua ajo çka është marrë, domethënë vendim prej qeverisë të Republikës Kosovës, si për automjetet, pra prej 16 janarit të vitit 2026, është marrë, domethënë, një vendim 3 muajsh që mund të qëndrosh ti me automjet ose me ndonjë autorizim posaçëm Republikën e Kosovës, e ke në çdo pikë kufitare që kjo do të zbatohet, pastaj e ke ato çka është thënë pej qeverisë të Republikës Kosovës me ligjin për të huaj që brenda 72 orëve, nëse nuk ke dokumentet të Republikës Kosovës, ti duhet lajmërohesh, domethënë në organe, nëse shkon ti në Bashkimin Evropian, kështu e ke, kështu është edhe në Republikën e Kosovës. Unë mendoj që po shkohet me një qasje të balancuar, domethënë politike, jo agresive, jo diçka urgjente, jo diçka që e cenoj dje, sot ose nesër sigurinë. Nuk është folur vetëm për sigurinë dhe gjithashtu për politikën, për shëndetësinë dhe për arsimin, është folur dhe për ligjin për të huajt, ku sipas zyrtarit të listës serbe dhe njëri është deputet në Kuvendin e Kosovës, Igor Simish, sipas tij, ky ligj rrezikon studentët dhe të punësuarit. Sa diskriminues është ky ligj sipas Simish? Dhe pse ende e kanë atë bindjen që është Prishtina e cila po provon në një farë mënyre të bëj të ta vënë në rrezik edhe vetë popullin serb dhe identitetin e tyre? Po tash ti po e marr vetëm një krahasim e nderuar Gonxhe, nëse ti shkon në Heidelberg dhe studion, ti duhet lajmërohesh dikun. Ti nuk mund të jesh student dhe mos lajmërohesh në organe. Po unë nuk jam qytetare atij vendit. Ata janë qytetarë të Kosovës. Por definitivisht unë pajtohem... Besoj që janë krejtësisht gjëra të ndryshme këto krahasime që i bët. Ama këtu po flasim për ju e përmendet që është ligji për të huajt. Dhe kur është për të huajt, është për të huajt, dhe jo për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse unë mendoj që askush dhe askujt nuk po ju rrezikohet ajo ekzistenca, sepse në atë aspektin e sigurisë për të rrezikuar ekzistenca jote, atëherë duhet ketë ndonjë mosmarrveshje etnike ose diçka, por ti në atë aspektin e sigurisë nuk mund gjesh në 24 orëshin e policisë që ka diçka rrezikim, përposa ata që mund ta gjesh në Pejën Xhaku. Pra vetëm që ta korrigjoj, unë e thash për atë aspektin fjalës, pra për ligjin për të huajt dhe jo për qytetarët e Republikës. Na e dim që edhe Ministria e Punëve të Brendshme ka dalë me sqarime, disa herë ka sqaruar edhe komunitetit serb, madje kanë lëshuar edhe një farë numri falas që të kontaktojnë për sqarime, sepse me gjaz duket që është më shumë keq kuptim i komunitetit serb për këto dy ligje, se sa që është diçka diskriminuese ose anti ndonjë komuniteti në Kosovë, sepse Ministria ka sqaruar shumë herë që nuk ka kur gjë me shtetasit e Republikës së Kosovës. Po kjo është ashtu pikërisht siç po e thuaj nderuar Enis, sepse nuk ka asgjë diskriminuese dhe nuk mund ta bësh ti diçka diskriminuese kur nuk është, domethënë, në fakt dhe në praktikë. Lista serbe ka këtë tentativë çdo herë, beson që edhe kjo është një fushat e listës serbe, një nismë e tyre për ta përdorur kundër qeverisë Kosovës, kundër shtetit Kosovës. Po e bëj krahasimisht, domethënë, kur ka qenë ajo ndrimi i targave, nëse e mbanin mend, sepse ka ra shumë të prononcohen dhe nuk largohet dot nga truri për atë se çka kam thënë, kështu e ke pas ti, domethënë, atë kundërvënien, kështu e ke pas edhe atë qasjen e tyre, bile ka qenë qasje edhe më e ashpër se tash kanë mbetur, domethënë, këto dy kastere, normalisht që këtu duhet të jetë të nderuar një politike balancuar, mirë po tash ti ke edhe qeveri, tash ke edhe parlament, dhe nuk është cenuar siguria
personale, ose siguria, do më thonë, private, ose siguria publike në këto pjesë të Republikës Kosovës. Nuk ka diçka diskriminuese këtu. Ne nuk po provojmë ta gjejmë dhe ta gjykojmë se apo i diskriminon Kosova, sepse në asnjë mënyrë këtë nuk po e themi. Mirë po, apo e përdor lista serbe si fushat kundër Kosovës, një ligj dhe çka do që i vije përpara, vetëm për ta kundërshtuar qeverinë e Kosovës, ligjet e Kosovës. Këtë pyetje që po thot Gonxha duket sepse në qëndrimin e tyre përfundimtar pas takimit kanë kërkuar që kjo çështje të diskutohet edhe në dialog. Do të thotë vërtet apo shkojnë çdo gjë që po mundohen me e veç me egzageru për të sa ka sqarime mjaftueshme nga Ministria e Punëve të Brendshme. Duke pas parasysh që ai viti 2026 sipas mendimit tim do të jetë ai viti i dialogut dhe tash ti atë senin mikroskopik do të mundohesh në atë aspektin tënd politik ta shndrosh në buall, po kjo është ajo çështja. Nuk ka ndryshuar sipas mendimit tim diçka te kjo listë, diçka prej më përpara. Është një çështje e njëjtë për retorika, po është e njëjtë. Po sikur të kishte ndonjë ndryshim tash do ta kisha thënë. Por po, i shfrytëzojnë çdo moment që ta shfrytëzojnë për më vonë dhe ta fusin këtë temë në atë marrëveshjet e dialogut. Kjo është ajo që çka unë mendoj, pyetja ke e qartë që nga fillimi për mua, po e nis. Kjo është ajo egzagerim. Absolut, sepse fundja dhe rregullat e Bashkimit Evropian në kuadër liberalizimit nuk kena mundësi me qarkullu më shumë, me qëndru në BE më shumë se 3 muaj njëkohësisht, pra në mënyrë të vazhdueshme. Pra edhe në kuadër të ligjit për automjetet thuhet që nuk mund të qarkullojnë më shumë se 3 muaj në Kosovë pa lanë vendin, tani më rikthy. Do të është në përputhje edhe me legislacionin e BE-s. Tash kur janë liberalizuar edhe vizat qytetarët e Republikës Kosovës, këtë e shohin domethënë edhe në praktik. Unë përmenda vetëm një universitet sa për student për të huaj, nëse ti atje shkon dhe studion, domethënë ti duhet lajmërohesh dikun. Kurse nëse je qytetari i atij shteti, ti shkon dhe studion në çdo vend të atij shteti pas një problem. E qartë askush për asgjë. E qartë, mos ndalemi vetëm tek kjo çështje për ta përsëritur edhe një herë. Dua të ndalem pak tek armët, sepse është shumë e rëndësishme, municion, armë ndryshme me emblema të ushtrisë serbe, uniforma, janë duke u gjetur kohëve të fundit vazhdimisht në Mitrovic. Sa po e shqetëson dhe sa ndikon në sigurinë e vendit veçanërisht të Mitrovicës së Veriut? Po, dhe po të falenderoj domethënë për këtë pyetje, sepse po arrihet rezultat. Si po arrihet ky rezultat? Ose si po gjenden tash këto armë shumë të vjetra tashmë që po janë pjesë e asaj historisë keqe? Qytetari i Republikës Kosovës nuk po e duron më armën sipas mendimit tim dhe në atë aspektin e sigurisë brendshme, sepse po gjenden në disa pjesë ku nuk ta merr mendja, domethënë në ato pjesë që po janë të pabanuara dhe në pjesë tjera që i ke përmendur shumë herë dhe nuk dua t'i përsëris. Pra ai bashkëpunimi qytetar polici është për të përshëndetur, sepse askush nuk do të aprovoj më atë çka e ka provuar vitet e kaluara në këto vende. Ke atë qetësi, nuk po e duron armën dhe po i beson institucionit sigurisë publike që quhet Policia e Kosovës dhe po reagon edhe shpejt në çdo vend për çdo dhunë familje ose ndeshje komunikacioni ose grabitje ose çka të dush, e ke sigurisht në Gjakov dhe kjo është ajo arritur e organeve të sigurisë në këtë rast. Kur thoni armatimi vjetër, nuk kupton që kohëve të fundit, viteve të fundit nuk është futur armatim? Kemi informacione që nuk arrihet më të futet armatim përmes pikave ilegale apo ndoshta edhe përmes kufirit? Po duke pas parasysh që kufiri është 342 deri në 345 kilometra dhe është i thepisur në atë aspektin e sigurisë, nuk po keti sigurinë 100%, sepse nuk e ka askush as ndonjë shtet të bashkuar. Mirë po ajo ne na po na intereson ai maksimumi i organeve të sigurisë, se si po reagojnë dhe sipas asaj që ne po e lexojmë dhe po e ndëgjojmë prej organeve, sepse jemi prirur të besojnë, po janë ato armatime domethënë të vjetra dhe kjo koincidon në atë se sa pas ka pas këtu armatim dhe që e ka rrezikuar jetën publike ose të ka shqetësuar ty si qytetar.